Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku erdhi lajmi i dytë për Eglitakon. Eglitako të dielën e ardhshme, do të thënë të mërkurën bëhet xhirimi, të dielën e ardhshme është pjesë e portokallisë. Do të kemi fatin që së bashku me Danja Kokën, Eglin dhe Danjon t'i shikojmë në skenën e portokallisë. Do t'japin artin e tyre, do t'tregojnë sa fuqi kanë në aktrim dhe çfarë në fakt din të bëjnë. Një surprizë e bukur i pret të gjithë fansat e saj dhe publikun shqiptar të dielën në mbrëmje, do të thënë të dielën e ardhshme, se këtë të diel kemi gjestin, të dielën e ardhshme. Eglitako, një nga personazhet më të komentuara të sezonit të fundit të Big Brother VIP Albania, do të jetë pjesë e një epizodi të veçantë në emisionin e humorit Portokalli në Top Channel. Kjo do të jetë hera e parë që Egli shfaqet në një format humori, duke i dhënë publikut një version tjetër të vetes. Një anë që deri më tani ka qëndruar larg syrit të kamerave dhe skenës televizive. Tashi në rolin e aktores, me regjinë e Aldo Markut, e pam shumë bukur se si Egli aktroi dhe çfarë puthje i dha gjestit, ju jeni dëshmitar të atij momenti. Do të thënë ishte e shkëlqyeshme në rolin e aktores. Po çfarë roli dhe sa shkëlqim Egli do të ketë në skenën e Portokallisë? Këtë gjë do ta presim ta shohim në të dielën e ardhshme. Egli e njohur për tipin e saj të qetë, për emocionalitetin dhe për lidhjen e shumë përfolur me gjestin, ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për sharmin e saj të natyrshëm dhe qëndrimin e rezervuar, por shumë dinjitos në Big Brother VIP. Askush nuk e kishte imagjinuar që një ditë ajo do të ngjitej në skenën e Portokallisë, për të luajtur një rol në një skeç humoristik, që siç bëhet me dije nga burime pranë produksionit, do të jetë një nga më të klikuarit e javës. Ajo që e bën dhe më interesante këtë paraqitje është bashkëpunimi i saj me Danja Kokën, ish banore, tjetër e Big Brother VIP Albania 4, e cila ka treguar se është mjaft aktive në rrjetet sociale. Por gjithashtu ka një sens humori të spikatur dhe një prani energjike. Dy vajza të cilat u afruan gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme do të ndajnë për herë të parë skenën e Portokallisë në një bashkëpunim që premton shumë dinamizëm, batuta të papritura dhe momente të lezetshme. Çfarë roli do të luajë Egli? Besoj që jeni të gjithë kuriozitarë dini çfarë roli do të luajë. Detajet janë ende të mbajtura sekret nga produksioni Portokalli, por thuhet se Egli do të jetë pjesë e një skeçi që trajton një situatë absurde të përditshme shqiptare. Një nga ato skenare tipik që bëjnë Portokallin të dashur për publikun. Ajo do të luajë për krah njërit prej humoristëve më të njohur të trupës së spektaklit, i cili do të vendosë në provë aftësitë e saj për të përshtatur dhe për të shkëlqyer në komedi. Disa ndjekës në rrjetet sociale kanë shprehur habinë e tyre, Egli në humor, kush do ta kishte menduar? Ndërsa të tjerët janë entuziastë për të parë se si ajo do të përshtatet në një format krejtësisht të ndryshëm nga Big Brother VIP apo paraqitjet e saj publike deri më tani. Kjo është një mundësi e re për të kuptuar më shumë nga personaliteti i saj dhe ndoshta për të parë një transformim artistik që mund të çojë drejt sfidave të reja televizive. Ky angazhim në Portokalli nuk është thjesht një dalje rastësishme. Shumë figura publike që janë shfaqur fillimisht në skeçe të këtij emisioni, më pas kanë ndërtuar karriera të suksesshme në fushën e aktrimit, televizionit apo prezantimit. A është kjo një derë që po i hapet Eglitakos? A do ta shohim më shpesh në ekran në role të tjera? Ndoshta në seriale, moderim dhe teatr. Për shembull, a do të ndryshojë Egli me Nevina në vendin që Egli, Kiara dhe Salsano të prezantojnë Portokallin dhe Nevina tikën diku tjetër? Nga që edhe Kiara nga Big Brother ju bë pjesë e një formati të tillë, në fakt kjo mbetet një pikpyetje shumë e madhe. Për momentin, ajo duket se po eksploron me kujdes terrene të reja, ndërsa ruan autenticitetin dhe thjeshtësinë që e karakterizon. Reagimet e para pas publikimit të lajmit kanë qenë pozitive dhe pritshmëritë për performancën e saj janë të larta. Të dielën e ardhshme në Dark, Top Channel, premton një mbrëmje të mbushur me humor, batuta,
dhe një freski të re që vjen nga bashkimi i dy vajzave të njohura nga reality show më i ndjekur në Shqipëri. Egli Tako dhe Danja Koka do të jenë pjesë e një momenti televiziv që pritet të komentohet gjatë. Në një kohë kur publiku është jetur për të parë personazhet e preferuar në role të ndryshme, kjo lëvizje e Egli Takos shihet si hap i guximshëm dhe premtues. Nëse kjo është thjesht një eksperiment apo fillimi një kapitulli të ri në karrierën e saj, këtë do ta tregoj koha, por një gjë është e sigurt, të dielën që vjen, e gjithë Shqipëria do të jetë me syt nga skena e Portokallisë për të parë Egli Tako në një rol që askush se kishte imagjinuar. Tashmë njëherë le të presim gjestin këtë të diel dhe më pas të dielën tjetër të gjithë syt katër tek skena e Portokallisë për të parë se sa bukur do ta aktrojë Egli Tako së bashku me Danja Kokën.